Mirë, kthehem për diskutuar me ata të cilët janë talente në zonën e Pogradecit, madje janë një nga 5 grupet fituese të Festivalit të Shkencës për rajonin e Korçës, kështu që i mirëpres pogradecarët kreativ. Kam Emin, kam Gresën, kam Siborën, kam Emën dhe Andrean. Mirë se vini, kënaqësi që ju kam. Përshëndetje. Okej, kam gjithashtu edhe mësuese Evën, më konfirmon në regjia. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Edhe drejtorin Arianin që e kam gjithashtu në prezantim, mirë se vjen. Kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Megjithatë ju e kuptoni, me gjithë dashamirësinë që vëmendjen do ja jap nxënësve pak më tepër, ndoshta edhe për t'i dhënë atyre gjithë kohën edhe vëmendjen në suksesin dhe realizimin që kam patur. Ta nis pak me grupin, Emin, Gresën, Siborën, Emën dhe Andrean. Ju lutem më prezantoni pak idenë tuaj. Si ju lindi ju kjo ide? Atëherë u jafton për zhvillimin e Festivalit të Shkencës në janar, në fundit të janarit. U zhvilluar një takim me mësuese Evën, për mësuese koordinatore, gjithashtu edhe me drejtorin e shkollës. Fillimisht nxënësit të cilët ishin të interesuar për festivalin. Po? U njoftuan për të hedhur ide mbi realizimin e projektit në kuadër të festivalit. Duke qenë se koha fundi janarit përpunte edhe me disa përmbajtje të dalë në rregullisht nga shtratit të zonës sonë. Idetë e hedhura ishin kryesisht të lidhura me mbrojtjen e liçetit tonë, dhe ky sa ditë që është mbrojtur në UNESCO që prej 2019. Për këtë arsye, nxënësit hodhën ide të ngjashme, të cilat më pas 4 ide, të cilat hodhën nxënës të ndryshëm, u kombinuan në një ide të vetme, të cilën le titulluam Sistemi Autonom i Parandalimin të Mbretjeve. Përse, dua të kuptoj, sa kohë ju ka marrë ju si realizim e gjithë ky punë, e gjithë ky projekt, dhe nëse mund të ma tregoni pak si funksionon? Unë ndërkohë kam dhe një video paralelisht, megjithatë ju më bëni prezantimin tuaj. Projekti jonë mori do të thonë 2 muaj për ta realizuar. Në fillim na u një ide, u diskutuam këtë ide me specialistët e rrugëshorë dhe krijuam dokumentin. Në fillim kemi bërë vendimin e marshizam lumin e Vërdovës, edhe si pasoj kemi bërë një shtratë të përshtatshëm me lumin e Vërdovës dhe më pas u vështirësua pa puna, duke krijuar mekanizma që funksionojnë. Në fillim kemi barierën pritëse, e cila funksionon për të kapur mbetjet që sillen nga shtrati i lumit, edhe më pas nga këndi i favorshëm i barierës pritëse, kalojnë te transportieri. Transportieri që është ndërtuar në kënd të favorshme, kap këto mbetje, si mund ta shohim edhe këtu. Kap këto mbetje dhe i shkon drejt vendit të punësve dhe më pas drejt landfilleve. Por ne nuk e lam vetëm me këtë punë, kemi futur edhe teknologji të tjera, duke bërë më shumë autonome dhe ekologjik të sistemi, duke bërë barierën pritëse autonome, që ngrihet vetë. Kështu që ne kemi integruar një mekanizëm i cili ka funksionuar. Por kushtet e favorshme, ne kemi integruar një mekanizëm i cili ndërtuar nga sensorët monitorojnë në kohë reale në ndërtime shtatë të lumit, por në aplikatorë në aplikatorë e ta vjetave proces trase ka rrezik dhe një postisht e ta vjetë në ditë. Në reglementuar që dhe zona është këtë studiumi të popullojnë në bima si biofituese, të cilat filtrojnë kryesisht kimikale të tilla si fosfatet dhe nitratet, të cilat në sasi jo të dëmshme, edhe pse nëse të dëmshme për ndryshimin tonë, përse i përdor një rrezik për gjë, duke ne përdorur një bimë që vjen nga minor në maketë, dhe ajo faktësi të filtrohet ujin nga kimikalet si fosfatet dhe azoti, ose të oksigjenit dhe ujit. Po? Po e fundit nuk do më flas fare? Duke qenë se duhet testuar dhe cilësia kimike e ujit, ne na është nevojë një aparat matës për të matur cilësinë e tij, një aparat të kushtueshëm, ndaj të bashkuar me intervalin e mikserës të analizime për të pasur një aparat të tillë dhe për të matur sa është i zhvilluar simulimi për të matur të dhënat e ujit. Uroj që të jetë një projekt, tani dua të kuptoj, ky projekt mund të realizohet në të vërtet, apo si koncept është i realizueshëm, sa kosto ju ka marrë ju për shumë realizimi i këtij maketi që e keni bërë aty?
Po, atëherë ne kemi zhvilluar edhe një takim me kryetarin e Bashkisë Pogradec në prezencën e ekspertëve të fushës. Kemi patur mundësinë ta aplikojmë projektin dhe kemi marrë një përgjigje pozitive nga bashkia, pra projekti është i aplikueshëm në teren. Ashtu ne kemi marrë një mbështetje edhe nga institucionet bashkëpunëtore, që kemi zhvilluar edhe takime të vazhdueshme, të cilat na kanë munduar zbatëshmëri në projektin e teren, do të bëhet tek grup deri në komitet mendovës për tek të deri në liçenin e Ahomit. E dëmton faunën e liçenit edhe florën e saj? Nuk ma mirëmendja, nuk besoj. Jo, nuk e tenton sepse ne këtë mund të vendosen në zbatim në grupterin e lumit, e cila nuk ndikon në liçenin e Ohrit, sepse ne nuk mund të ndryshojmë në liçenin e Ohrit, sepse është një votër nga unisë. E kuptova. Mirë, atëherë që të flasë edhe pak me mësuese Evën, edhe me drejtor Erlianin. Kjo ide, kjo propozim që erdhi nga nxënësit, si ka shkuar i gjithë procesi punës, sa kohë është marrë nxënësve, si ka qenë për ju i gjithë kjo rrugtim deri te ky konkurs i shkencës? A kishit ju besimin që do ishit një ndër 5 grupet më të mira? Po patjetër, besimi ka qenë buri i themelit në vjenësinë e punës për realizimin e këtij projekti, kaq të bukur edhe kaq të rëndësishëm jo vetëm për qytetin e Pogradecit, sepse nxënësit erdhën me ide të ndryshme. Por ne vendosëm që të japim jetë projektit për mbrojtjen e liçenit të Ohrit, pasi ai është jo vetëm një pasuri kombëtare, por prej vitit 2019 është pasur zonë e mbrojtur dhe nga UNESCO. Dhe pse jo një grup të rish, kaq të motivuar, kaq të përkushtuar për të mbrojtur pasuritë e vendit tonë, të mos ndihmoheshin prej nesh. Kryesisht ne kemi ndihmuar në aspektin organizativ dhe në mënyrë metodike. Njohëm me udhëzuesin e festivalit të shkencës, të cilin e kemi studiuar në mënyrë të hollësishme, duke parë të gjitha kriteret që shpalosen atje për realizimin e projektit, dhe pasapi kemi punuar për të realizuar sa më mirë këtë ide. Sigurisht kemi pasur mbështetjen edhe të mësuesve të tjerë, sepse ky është një projekt, le të themi, që përfshin teori edhe nga shkencat e tjera, edhe nga kimia, edhe nga fizika, edhe nga etiku. Kemi pasur mbështetjen padyshim edhe të prindërve të këtyre nxënësve kaq të talentuar, dhe padyshim mbështetjen e madhe të drejtorit të shkollës, i cili ka qenë besim plot për ecurinë e këtij projekti dhe na ka mbështetur duke mundësuar edhe takime me ekspertë të fushave për të marrë të dhënat, për të diskutuar dhe për të paraqitur një material edhe të qartë, edhe shkencor, edhe në fund të fundit të zgjidhur problemin dhe të jetë i zbatueshëm. Kto mendoj që janë shkaqe forte projektit që ata nxënës kanë përgatitur dhe na kanë sjellë paqebar deri në këtë fazë, ndaj shpresojmë edhe në tutje të dalim për kaq mirë. Mrekulli. Faleminderit. Edhe për drejtorin Erlianin. Erlian, si duket ky procesi i punës me të rinjt në Pogradec? Ndoshta disa prej tyre të cilët sjellin propozime kaq të bukura idesh mund të vinë në Tiranë, mund të aplikojnë diku jashtë, mund të fitojnë shkolla prestigjioze. Përshëndetje, është e vërtetë, edhe është fat i madh e quajmë për ne që kemi këtë profesionin e mësuesit, edhe punojmë çdo ditë me nxënës dhe ndjekim arritjen e tyre qoftë në fizik, po qoftë edhe në mendësi, edhe lumturohemi në fakt kur shikojmë se çfarë lloj nxënësi kemi, çfarë aspirata kanë, ku synojnë edhe sa guxojnë. Në këtë festival shkence që u zhvillua si vit, ne kemi qenë të lumtur, do të thoja unë, kur pamë që kishim një përfshirje kaq të madhe të nxënësve dhe mund t'ju them që në shkollën tonë, në fazën e parë janë paraqitur plot 54 projekte të zhvilluara nga nxënësit në të gjitha fushat, inxhinierik, IT, kërkimor, studimor, dhe me ekipin e mësuesve kemi ngelur pa fjalë nga fuqia e intelektit të nxënësve, nga guximi që ata kishin për të futur një projekti të caktuar sipas fushës që ata zgjidhnin, dhe ka dalë jashtë pritshmërive tona si ekip mësimor
paraqitja e festivalit në fazën e parë brenda shkollës. Dhe ka qenë një sfidë, do të thoja unë, për përzgjedhjen e projekteve, e 2 projekteve më të mira me të cilët ne do të paraqiteshim në rang zyre arsimore dhe pastaj më tutje në drap. Sepse ishin projekte aq të adina të nxënësve sa Përgëzime. Ka qenë në vështirësi më vete nga ana jo për përzgjedhjen e këtyre projekteve përfaqësuese të shkollës sot. Përgëzime edhe kënaqësi, në fakt që ju pata prezent sot në këtë bashkëbisedim për një event kaq të rëndësishëm dhe një ide kaq inovative. Faleminderit shumë mësueses, faleminderit drejtorit, faleminderit nxënësve mbi të gjitha në realizimin. Kënaqësi që ju pata dhe sukses në rrugtimin tuaj. Ti u mirëpres një ditë në studio. Unë mbyll këtë pjesë për të ndarur pas pak tek festivali i Pranverës, i cili rikthehet dhe tashmë rikthehet me një tjetër kriter të ndryshuar. Nuk do t'jetë deri në 30 vjeç, po do t'jetë edhe më tepër se sa aq, me që interesi dhe kërkesa ishte e madhe. Sigurisht në këtë iniciativë të bukur për të sjellë festivalin e Pranverës, edhe risia dhe fryma është totalisht demokratike. Kështu që rikthehemi me këtë plus 30 gjithashtu për të marrë pjesë. Do të kem artistët në studio për të biseduar me ta pas pak.